ka dhe detaje, se ti dhe tani janë kohë për këtë problem, do të bëjë politikë nuk është shkencë eksakte. Dakor, politikë nuk është shkencë eksakte. Ti e ke pa në Elbasan se ne kemi pas gjithë kandidatët listë hapur, s'kemi pas kandidatë në listë mbyllur. Ke pas në një nga lista mbyllur që ka rrë të ka kërku vota në Elbasan? Jo pra, se jo, ajo që thu ti, antikapi ligjor që është lista mbyllur, pa diskutim, sepse kur e merr studi listë hapur tani, po ta shemar mandatin, ai ishte listë mbyllur aty, thoshë mua shikoj çi brylet pastaj, mendoj herë tjetër ti. Ajo ka qenë garancia jonë. Ajo ka qenë garancia jonë. Nëse nuk tërhiqen ata, kjo është përgjegjësia jonë. Një minut, përgjegjësia jote, po jo se kemi ngrënë herë, se budolla unë në padrejtësi që isha atje. Tash në besimin kemi. Nuk di çfarë profesioni je. Është avokat, është jurist, edhe këtë pikë duhet të merreni vesh mirë. Aq më mirë. Ai ti ke parasysh testamentin, në testamentin po t'ja lejmë vajzës djalit tim, pasurinë gjithë që është jo më e madhe, kemi parë notet, zgjodh të nesër prapë revokoj testamentin. E ti këtë gjë. Pra që mos e mendoj të pjesë, po ndika e fort, po pritet. Tani zoti Sula, ju jeni I keni militu për shumë kohë në Partinë Demokratike dhe mosbesimi është shumë I thellë atje dhe ju bën shumë përshtypje se si ka mundësi që ne arrim që të kemi besim tek njëri tjetri. Jemi thuajse në fund të minutazhit, por unë dua. Jo, do t'ja vetëm këshill. Mos mësoni më shpejt hilet se sa gjëra të tjera politikë. Qartë, ishte e nevojshme edhe kjo përballje për atë përpjekjen për të finalizuar një bashkëpunim dhe për të mbetur në nuk është hile, ne I kemi qëndruar atyre që kemi thënë dhe vazhdojmë të qëndrojmë. Ne kemi shku në zgjedhje me listat hapura. Më lejoni t'ju bëj një pyetje, kam një pyetje për të dy ju në këtë minutë të fundit, sepse jam në të I kalim të minutazhit. Rama në një mandat të 4 edhe më të fortë se sa I tretit, 83 mandate I ka të sigurta, mund të marrë edhe më tepër, me që atë nuk përjashtohet bashkëpunimi me socialdemokratët, pra të shkojnë në 86 mandate, shumicë cilësuar për të bërë një sër ndryshimesh pa pasur nevojën e opozitës. Si do t'jetë Rama me këtë pushtet pas shtatorit, kur do t'jenë edhe deputetët legjislatura e re në kuvend? Anita Pina, ajo që unë parlemërova, ndodhi fatkeqësisht që thashmi se 6 korrekt të 2024. Nuk sa ti druesha. Sepse nëse Rama do të shpitu 72, 73 mandate ose do të ishin aty, sepse po të kuptosh Rama ose Partia Socialiste ka rënë 40.000 vota nga 2021. E qartë, por tashmë I ka 83 mandate. I ka, okay. Po. Për të gjetur një shumë e lehtë. Uroj, shpresoj shumë madje I bëj thirrje zotit Rama, si një politikan karriere I opozitës, unë për 20 vite politik, që do duhet që këtë pushtet, kaq të madh, kaq fuqishëm që ka, do duhet mos e keq përdori qeveria ti, ndoshta nuk është çështje për të bërë qefin e Ramës. Se Rama është të ngopur me pushtet, gjithçka I ka kaluar, gjithçka I ka provuar, çdo lloj sfide I ka mundur çdo lloj kundërshtari, dhe nuk mund ta kaploj, ndoshta nuk e kaplon arroganca, po që njerëzit në Ramën mund t'i kaplojë arrogancën dhe mund të jetë shumë e rrezikshme sepse njerëzit pranë Ramës mund t'ia mbushë besën se Rama nuk është specialist, jurist apo ligjeve, gjëra tjera të cilët mund të kërkojnë ndryshim të kodeve penale, të kodeve civile, të kodeve të tjera jam shumë I cilësuar, apo ligjit jam shumë të cilësuar për arsye se edhe rëndësi dhe diskutimi pastaj I cilësisë dhe përfaqësimit në kuvend. Pikërisht pra janë edhe ato çka edhe kur e vendosën kushtetuta, janë ligjvënësi që vendosën ato me shumë cilësuar pikërisht për shkak të rëndësisë së tyre që kanë. Dhe nëse këto do I mushë menjën në një nuklë për ta caktuar, me interesë caktuara, ajo pastaj do jetë një dëm të madh të demokracisë. Por problemi është këtu ti që opozita nga I pari deri ke fundit tani janë thjesht fasate plot nga Partia Demokratike të gjithë. Pse? Sepse është shumica e caktuar, ky është problemi më I madh. E qartë. Laska, tashmë ato kritikët ndaj kryeministit Rama theksojnë se zyrtarisht jemi në sundim jo në qeverisje, në vlerësimin tuaj si do të jetë qeverisja e 4 e Ramës. Absolutisht që nuk kam asnjë lloj dyshimi që do jetë më I keq se sa çdo mandat tjetër, do të jetë më prepotent, do të jetë më dhunues ndaj institucioneve të pavarura nëse mund të quhen aq sa mund të jenë të pavarura institucionet në Shqipëri, por ajo çfarë mund t'ju them unë sot është që ato 60 e sa mijë qytetarë që kanë
vot besuar Nismë në Shqipëria bëhet si një koalicion opozitar, do tjetë nga dita e parë një opozit eficiente në gjdo aspekt të mundshëm, që do të thotë jo vetëm në parlament, që ne përfaqësohemi me vetëm një zë në parlament, por do tjetë opozit permanente në gjdo rrugë, në gjdo rrugic, në gjdo aspekt, dhe nuk do të ketë asë një loj tërheqje dhe nuk do të ketë asë një loj tolerimi në qoftë se gjithkush do të mendonte që ne përfaqësohemi me vetëm një mandat dhe do të kemi një peshë më të ullët specifike, por kjo e kundërta do të ndodhë dhe ne do të përfaqësojmë çdo qytetar që na ka besuar në këtë rrugë për të bërë një opozit të vërtet, një opozit të vërtet. Ju falenderoj për kohën tuaj. Për sa i përket pushtetit, që do të jetë absolutisht shumë më i vështirë për të menaxhuar dhe do të jetë shumë më i vështirë për të monitoruar në këto vite që pritet që... Kënaqësi t'ju kisha në studio Laska, po thoni diçka zoti Sula? Dhe unë bivendosot? E inkurajoj djalin dhe shpresoj që mandati që do përdori Lapaj jetë i tillë dhe pa diskutim dhe personalisht, por në politik do të sugjeroj djalin dhe zotin Lapaj se në të rinj politik do më shumë mend dhe më shumë kujdes se sa vetëm mos, se vetëm një person nuk mund ta ndryshoj gjën, por do duhet që patjetër të fillojnë që sot mendojnë për mas 4 vitesh. Ose zgjedhjet e ardhshme do të Do të thoja që është shumë më rëndësishme që ai person të varet tek parimet, se sa mund të kesh 50 atje dhe asnjëri nuk e ka parimin për të bërë një opozitë të vërtetë. Faleminderit dhe një herë, shkëm në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak, do të jemi me zonjën Romina Kuko, fituese e Partisë Socialiste në qarkun e Korçës, vetëm pas pak.